Vëllezër e motra, paça me ju. Dashuria e Zotit është një mrekulli. Me të vërtet Zoti është bujar me ne. Tana gjana kanë edhe janë një dhuratë prej Tij. Jeta jote, jeta ime nuk na përkasin. Janë një dhuratë që i përket Zotit, që na është dhanë në menaxhim, që ne të menaxhojmë jetën tonë, por me të Zoti përkujdeset më shumë për ne se sa ne përkujdesemi për veten tonë. Zoti ka një dëshirë zjarrt të mirën tënde, për lumturinë tënde, se sa ti ke dëshirë për lumturinë tënde, për të mirën tënde. Zoti dëshiron që jeta jote edhe jeta ime të lulëzojnë, që të japin shumë frytet, që Zoti nuk ka nevojë për këtë, por ka dëshirë që ne të gëzojmë këto frytet edhe që të tjerët ta gëzojnë. Frytet e dashurisë, edhe dashurisë në këtë mënyrë, falas. Në mënyrë që Zoti sot dëshiron që ne të hapim gjithmonë më shumë zemrën, jetën tonë ndaj Tij, që ai të bëj vullnetin e Tij në ne. Shëmbëltyre që Krishti tregon për vreshtarët, frastarë, janë një shëmbëltyr për të na thënë neve. Homër burr, hapë zemrën tënde dhe meje, që unë kam dëshirë që jeta jote të lulëzoj. Mos e merr jetën tënde për veten tënde, që ta ndërtosh sipas mendimeve të tua. Mos e bëj këtë punë, sepse nëse ndërtosh ti jetën tënde, mbi veten tënde, mbi mendimet e tua, mbi ndjenjat e tua, jeta jote do të ndërtohet mbi re, edhe do të shkatërrohet. Merre dashurinë time, merre Krishtin, fjalët e mia, fjalët e Krishtit, që ta ndërtosh jetën tënde mbi gur, që ai është guri i këndit, guri që ka mundësi që jeta jonë të ndërtohet dhe të rritet, në mënyrë që kur të vinë problemat të forta në jetën tonë, tërmetet, suhit, jeta jonë të qëndrojnë e kam, për jetën e pasosur. Në mënyrë që përballë problemave, në kryq, ne të qëndrojmë në paqe, sepse Krishti ka mposhtur vdekjen. Qoftë Krishti.